ndodhet tek gjimnazi i mesëm i ekonomikut përballë parlamentit. Razela, të përshëndes, jemi 50 minuta nga mbyllja zyrtare e procesit të votimit. Si paraqitet situata atje, ka fluks apo jo, dhe çfarë detajesh mund na përcjellësh të tjera? Si që mund të fini Arbri, prapa krave të mi në koridore është thuajse bosh, edhe pse janë 50 minutat e fundit në dispozicion të qytetarëve që nuk kanë votuar ende për të ushtruar të drejtën e tyre të votës. Pjesa më e madhe e tyre me sa duket e kanë ushtruar këtë të drejtë paradite, pra kanë ardhur pranë qendrave të votimit ku kanë edhe emrin dhe kanë votuar. Tani më që interesi ndoshta do duhet ishte pak më i lartë për shkak të minutave të fundit, këtu shihet se është situata është shumë e qetë, janë 3 qendra votimi, siç mund ta shihni, dhe me ndihmën e operatorit do të mund të shohim situatën në mënyrë më të detajuar të asaj se çfarë po ndodh. Megjithatë, nga komunikimet që kemi patur edhe off record jashtë kamerave na kanë konfirmuar se çdo gjë në këtë shkollë, pra në shkollën e mesme ekonomike në kryeqytet përballë parlamentit, situata ka qenë tejet e qetë, ashtu siç në fakt duhet theksuar që është karakterizuar të paktën këtu në Tiranë nga në pothuajse të gjitha qendrat e votimit. Megjithatë, vlen që të marrim një përshtypje apo disa informacione më të detajuara nga kryetarja e komisionit të njërës prej qendrave të votimit që është këtu, është konkretisht qendra e votimit 1733. Unë kam folur paraprakisht dhe sigurisht që do doja që të na jepnin disa detaje sa i takon ecurisë ditës sotme, po edhe perceptimit të tyre mbi mënyrën e zhvillimit apo krahasimisht edhe me zgjedhjet e kaluara. Punë të mbar, shpresoj të ketë qenë një ditë sa më pak e lodhshme për ju sot. Besoj deri tani jemi shumë mirë, çdo gjë ka shkuar normalisht me rregullsi, të gjithë votuesit kanë qenë shumë të rregullt, nuk kemi pas probleme. Domethënë, herë votimin e parë më përpara dhe më përpara mirë ka qenë, po këtë vit e shikoj që ka më shumë votues. Ka një perceptim se numri i bazuar edhe në shifra që nxjerr Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të përditësuara, se numri i votuesve ka rënë. Në këtë qendër ju thoni që është më i lartë krahasuar se mendoj se këtë vit këtu në 1733 te qendra e votimit është ka më lartësi, është më lart. Keni ju shifra që mund na i vinin në dispozicion të pjesëmarrjes apo jo, shifra nuk kemi, po themi se ka një pjesë të votuesve që kanë mirë, domethënë kanë votuar. Ka patur problematika të tipit të votimit familjar apo ndoshta të fotografimit të votës, siç kemi dëgjuar dhe të raportuara nga kolegët tanë gazetarë që janë në terren? Jo, problematik nuk ka pasur, vetëm kemi pas 2 raste që njëri ishte pa qejf dhe shoqëronte babai, djalë shoqëronte babai. Nipi shoqëronte gjysha nga që ishin pak si të smur, domethënë, po jo. Të gjithë kanë votuar vetë, nuk kemi pasur probleme. Në çdo palë zgjedhje ka një interes shumë të lartë për të rinjt. Sa është pjesëmarrja e të rinjve në zgjedhje? Në perceptimin tuaj, ka patur të rinj të interesuar për ta ushtruar të drejtën e votës? Me sa shikoj unë në këtë qendër ku jemi neve këtu, kanë votuar për herë të parë shumë të rinj dhe neve i kemi uruar dhe i kemi thënë suksese. Dhe na është bërë shumë qefi se kanë thënë e kemi për herë të parë si vajza dhe djem. Faleminderit dhe punë të mbar. Arbër, një intervistë shumë e shkurtër, një prononcim shumë i shkurtër, por besoj thelbësor për të marrë të gjithë shijen e asaj se çfarë ka ndodhur në këto orë votimi në shkollën e mesme teknike këtu në kryeqytet përballë parlamentit. Situata, siç tha edhe kryetarja e komisionit të kësaj qendre votimi 1733 duket tejet e qetë, por siç thash, krahasuar edhe me orët e tjera kur piku i pjesëmarrjes votuesve i qytetarëve për të votuar ka qenë më i lartë, korridoret ju i shihni që janë thuajse bosh në minutat e fundit. Ndonse kryetarja e komisionit konfirmoi se pjesëmarrja në këtë qendër votimi ka qenë e lartë sipas saj, sipas një perceptimi të paktën krahasuar edhe me zgjedhjet e kaluara apo edhe me numrin e votuesve të rinj. Janë minutat e fundit, kështu që sigurisht që vlen një thirrje edhe nga ana jon për t'i ftuar të gjithë qytetarët që ta ushtrojnë të drejtën e tyre të votës dhe të paraqiten në qendrat e tyre të votimit në minutat e fundit, ndaj në shumë pak çaste zëri juaj duhet të dëgjojë
votohet, kështu që duhet të dilni dhe të votoni, ta ushtroni të drejtën tuaj për të sigurisht për një vend më demokratik, por edhe për t'i dhënë vendit orientimin që ju dëshironi të ketë në të ardhmen, por sigurisht edhe për të ardhmen e fëmijëve. I bashkojmë dhe unë këtij apeli tënd Razela, të falenderoj, do lidhemi më pas përsëri bashkë, ndërkohë rikthehem në studio, dua të vijoj bisedën këto moment.